Jemi këty në studio me Safirin për sot. Safir për sot e kemi Visar Azemin nga Lëndë. Mirëmbrëma Visar, mirë se erdhe në emision. Mirëmbrëma, kënaqësi me qenë me ty Fidan. Visar, mas pari faleminderit këtë denoncimin që ke bërë për rrymën, edhe pse ka nis disa lëvizje, Keci pjek në zezën, orët, po kena ndonjë sistemi veçantë kjo. Po para se me dalë te skandali Kecit, cilën e ke zbuluar ju, edhe tashmë është tema kryesore, po nalim te deklarimi i pasurisë. Si e komenton deklarimin e pasurisë të kryeministrit? I kishte deklaruar 60 euro në NLB edhe banesën që ishte mbledhur për 530.000 euro që ishte në pronësi të bashkëshortës, po 16 euro në NLB mi pas është pak adin, kështu në aspektin popullor, adin, fillon me menu, adin, që s'ka kur që këj po jek, adin, të doj bukën për zyës të jasjene i pashtet. Si e komenton deklarimin e kryeministrit? Por beshte e çuditshme Fidan, po tash adin njëri me njëri vetën, çka bën ky njeri, ha buk. Mas orarit punës, a del dikun mas punës, a i qeth naft kerit, a ka jetë mas punës, a me qëto 16 euro i ka të konservume në bankë edhe nuk bën kur gjop. Po më duket e çuditshme, jo edhe e çuditshme me të drejtën, po pak edhe fyse ndaj neve tjerëve, sepse unë e di që nuk është gjendja reale ato që ka paraqit, prandaj ishtë dasht pak me qenë maj kujdesshëm në raport me këto publikimet, raportimet që i Po bën. thë që ka bo mi imin që popullit dhe me kënë s'kam, Po s'monët një kryeministri i venit me jetu me 16 euro në bank, apo kuptani? Sepse si del prej shtëpisë mas orarit punës 16 euro i harxhon dikun. 3,20 € e bleva pasi që të kalzojnë, 3,20 € e bleva një pasi cigare. 2 se vendesa i hangra, një kafe, një shishe ujë. Po nëse i ka cash e s'u një ka shtin banka, është mandej tem tjetër. Po dyshon të kesë që ka cash kryeministri, se shok. Jo, unë po dyshoj... Njerës në vetëvendosje, me ka 200.000, 300.000. Unë po dyshoj që një njeri nuk ka mundësi me jetu me 16 euro në bankë sot, sepse ai ka një familje. Pra, ose e man dikush tjetër, ose që ajo gjendje nuk është reale, por diçka nuk po përputhet. Duhet me vëtu kryeministri? Me këtë deklarim që ka? Agjencionit kundër korrupsionit sigurisht i ka këto informacione dhe besoj që... Nëse bashkëshorti kishte 21.315 euro, banesa ato, po ky pat veç i pat 0-0. Këto bashkëshortja, këtu i pat veç 16 euro. Bashkëshortja, 51.000 euro kesh. Kryeministri, pak, fëmijën të cilë jetojnë në bashkësi familjare. Interesant. Në kina e varë, komenti viski? Jo, unë që ato që e thash, besoj që ishtë dasht pak me qenë ma i sinqertë dhe ma burë me kallëzu të vërtetën, po sigurisht agjencionin kundër korrupsionit ishtë dasht me hetu ma tutje nëse veç ka bazë. Po nëse ka bazë, ata ishtë dasht me u aktivizu. Pra po thëmë, 16 euro sot Fidan në bank, po një kryeministër i cili u dhejës një shtetë, nuk janë të mjaftueshme. Nuk janë të mjaftueshme. Ja, që shtojmë pi skestit, pi gazepit, dhe dhe gazi. A menë që kam i dhejës kjo zotit për ti? Me dhejës në opinion, se na e ma shusnis që... Dëgjëm, sot shporta e qytetarit Republikës Kosovës është trejtu bukur shumë. Pra, inflacioni është bukur i madh. Ato që ke bleti para 3-4 vite me 10 euro, sot su ne blenas nështë me 20. Ato që ke bleti para një vite me 10 euro. Kështu që qytetarët jënë tu përballë me një sfidë të tillë për çdo ditë. Pra, ai mundet gjithçka me deklaru, po qytetari e vlerëson sigurisht se a është reale apo jo kjo deklaratë. Sepse përballemi, unë çdo ditë shkoj blej harx për shtëpi. Çdo ditë kam me pagu faktura, çdo ditë kam me bë diçka për me mujt me jetu. Prandaj unë edhe kryeministrin e shoh si njëri prej nesh, pra nuk mundet kryeministri mos me hangër të ditën, ose mos me dalë mas orarit punës me shku dikun, mos me pas jetë. Prandaj më duken që nuk janë sinqerta këto deklarime, por të shohim. Visar, po kthehemi te denoncimi ose skandali i më thoni investimiti për dekadës që keni zbuluar, se s'di me skandal më të madh si një institucion shtetëror me një partner tjetër publiko-privata, s'ka shkeci, e vjedh qas drejt për drejt qytetarin e Kosovës. Deri ku ka shku puna, se ka pas deklarime shumë njerëz që më kanë shku edhe mu, po e di se edhe ju, mu kanë shku shumë njerëz veç që i kanë të unë në emisiona ditë për herë partë, unë e ke bo publike skandalin, që po shkojnë kecë edhe pi androjnë orat. E kemi pa deklaratën që majtë kecë pikrisht me 1 prill, me simbolikën e ditës të ranës. S'ka pëndodhë me skandalin e vjedhës? Fidan, hera parë që dullëm në media, ka qenë pikrisht të kjo atë ditë dhe opinioni me një farformë u sensibilizu, u rritën shqetësimet të qytetarëve,
ka marrë shkresa e fakte të ndryshme qysh njësor për masin gabimisht prej shumë qytetarëve, anë mbanë Kosovës. Ka të qenë një moment i kthesës në kuptimin e asaj qysh na duhet me dalë për te politikave ditore, sikur këto që janë politikë, kush përbët kryeministër, kush është presidenti, apo shkojmë zedhe, apo jo, ndërsa hallet e qytetarëve i kishim harru. Pra, na miru me politikë, ketë si vjell. Edhe ky skandal, besoj që është në rrugën e drejtë për me u gjetë një zgjidhje. Unë i kom dorëzu shumë fakte në krimet ekonomike të policisë Kosovës, për shkak se prokuroria e shtetit i dha mandat policisë për me mbledh këto fakte. Dhe kom alarmu gjatë gjithë kohës për shkak se ndodhen dy gjana. E para, Keci filloi një ofanzivë